Horoskopi ditor, e diel, 17 maj 2026. Dashi. Mërkuri, planeti i komunikimit, sot, i dashur dash, rreshtohet me Uranin në sektorin tuaj të komunikimit, menjëherë pasi të kalojë në këtë zonë të tabelës suaj diellore. Mund të jeni jashtëzakonisht të folur dhe të gjallë, dhe është një kohë e shkëlqyer për ide të reja ose për të hedhur ide mbi një situatë. Mund të përfitoni nga një rifreskim mendor tani. Sigurisht jeni të prirur të kaloni nga një temë në tjetrën dhe si rezultat mund të keq kuptoheni. Ndërsa duhet të shmangni nxitimin e gjërave, eksitimi dhe stimulimi mendor përreth jush sot janë gjallërues. Është një kohë lajmesh emocionuese ose mendimesh të reja dhe mund të jeni entuziast për interesat, studimet dhe sipërmarrjet aktuale. Komunikimet janë argëtuese dhe zbuluese. Hapni syt ndaj një interesi ose kanali të ri potencial për të mësuar dhe komunikuar tani. Lidhjet mund të forcohen përmes ndarjes së një ëndre ose qëllimi. Për fat të mirë, një tranzit Venus-Kiron është gjithashtu në lojë sot, duke ndihmuar në hapjen e zemrës suaj dhe në lënien pas të frikërave. Njerëzit i shohin dhe vlerësojnë cilësitë tuaja unike. Komunikimet tuaja shkëlqejnë ndërsa fjalët tuaja ndihmojnë në shërimin dhe rimbushjen. Ekziston një hapje tërheqëse ndaj vetëshprehjes suaj dhe fuqitë tuaja tërheqëse ngrihen lehtë. Gatishmëria për të dëgjuar është pjesë e kësaj. Demi. Mërkuri del nga shenja juaj dhe hyn në shtëpinë tuaj të dytë diellore sot, i dashur Dem, dhe Mërkuri rreshtohet me Uranin. Ky rreshtim Mërkuri-Urani mund t'ju shkëpus aq sa të lini pas diçka që nuk ju nevojitet më, dhe është freskuese. Është e dobishme për t'ju çuar përpara. Idetë mund t'ju vinë papritur ose në momente të shkëlqyera tani. Bisedat janë emocionuese, të ndryshme dhe të fokusuara drejt së ardhmes. Çështjeve të parave dhe biznesit mund t'u jepet një fokus më i madh dhe mendimi i përparuar mund të përqendrohet në to eksperimentimi me ide të reja mund të jetë argëtues dhe një ushtrim i shkëlqyer mendor tani. Ekziston një shans i mirë që të dilni me një skemë shumë unike dhe progresive për të fituar para, ose të fitoni njohuri që ju çojnë t'i qasini financave tuaja në një mënyrë të freskët dhe të re. Mund të ketë gjithashtu përvoja të mira negociuese dhe partneriteti tani. Fuqitë tuaja tërheqëse janë të larta dhe aktivitetet ngushëlluese ju ndihmojnë të shëroheni. Është një kohë e mirë për të zbuluar xhevahire të fshehura ose burime të pashfrytëzuara. Mund të keni njohuri unike me paratë, pasuritë personale dhe biznesin. Binjakët. Mërkuri lëviz në shenjën tuaj sot, të dashur binjak, ku do të kaloj tranzit deri më 1 qershor. Sot, Mërkuri takohet me Uranin, duke ju ndihmuar të shqetësoheni më pak për problemet dhe të sintonizoheni me mundësitë e mundshme. Është një kohë e shkëlqyer për të gjeneruar ide ose për të ndezur interesin për një temë të re. Dëshira juaj për më shumë pavarësi dhe spontanitet është e fortë, dhe ju doni të shpreheni lirshëm ose të nxirrni gjërat nga zemra. Mund të hapni një faqe të re në një nivel mendor. Mund të ketë një përparim në të nxënë ose një zgjidhje të kënaqshme për një problem. Gjithashtu, një aspekt Venus-Kiron ju vendos në formë të mirë për të frymëzuar besimin. Ky tranzit rrit tërheqjen dhe magnetizmin tuaj, duke ju ndihmuar të kapërceni problemet ose t'i jepni fund çështjeve. Miqt mund të jenë të dobishëm dhe qetësues, ose jeta rrjeti juaj shoqëror duket më mbështetës. Të tjerët mund t'ju besojnë më shumë se zakonisht. Gaforja. Shtrirja e sotme e Merkurit-Uranit ju fuqizon në një nivel mendor, gafore e dashur. Ndërsa Merkuri shkon në shtëpinë tuaj të 12 diellore private, ky tranzit ngjall pak emocion. Informacion i ri mund të dalë në pa, ose mund të keni një pasqyrë të papritur se si të lini diçka pas. Mund të arrini në një ide që plotëson një pamje të një çështjeje dhe është emocionuese. Është një ditë e rëndësishme për të kuptuar elementet e së kaluarës që ju kanë penguar të arrini potencialin tuaj më të lartë. Aktivitetet e vetëpërmirësimit janë të dëshirueshme tani. Informacioni privat ose një sekret gjithashtu mund të ketë një rol të fortë. Mendja juaj shkon në vende ku zakonisht nuk udhëton dhe bisedat mund t'ju habisin. Gjithashtu sot, një aspekt Venus-Kiron mund t'ju ndihmojë të shihni se shoqëria është më e rëndësishme për ju se sa të keni të drejtë dhe se fjalët tuaja mund të kenë fuqi shëruese. Mund të ketë një tërheqje të fshehtë ose një goditje fati të mirë nga prapaskena. Momentet e veçanta të marra për veten tuaj mund të jenë më të kënaqshme dhe ndoshta shëruese. Luani.
Energjitë dhe komunikimet e sotme nxisin drejtime të reja në një plan mendor, i dashur luan, dhe ndoshta disa ide të reja emocionuese. Mërkuri lëviz në shtëpinë tuaj të 11 diellore dhe bashkon forcat me Uranin sot, duke çuar në ide dhe komunikime interesante. Megjithatë, shkputja ose shkputja vetëm pak mund t'ju ndihmojë në mënyra të habitshme, të tërhiqeni nga një problem ju mundson të vizualizoni zgjidhje. Dëgjoni intuitën tuaj ndërsa ndërroni mënyra të reja për të ndjekur qëllime lumturie afatgjata dhe metoda ose strategji të reja. Kontakti i papritur ose informacioni shtesë mund t'ju kënaqë dhe t'ju habis. Bashkëpunimi ose shkëmbimi i ideve mund të jetë veçanërisht i frytshëm. Ky tranzit ju ndihmon të ecni përpara ndërsa një ide plotëson një plan ose ju çon në një përfundim ose vendim. Gjithashtu sot, një ndikim Venus-Kiron ju ndihmon të kënaqeni dhe të bëheni të dobishëm në të njëjtën kohë. Jeni në formë të mirë për tërheqje personale, projekte argëtuese dhe shoqëri. Të ndihesh më rehat dhe më i relaksuar ndërsa shpreh veten mund të jetë një temë. Kuptimi ose përforcimi i bindjeve dhe ideve tuaja nga dikush mund të ndihet veçanërisht i këndshëm. Virgjëresha. Idetë mund t'ju frymëzojnë dhe bisedat e shkëlqyera mund të jenë në qendër të vëmendjes sot, Virgjëresha e dashur. Mërkuri zhvendoset në krye të tabelës suaj diellore për një qëndrim deri më 1 qershor dhe sot, Mërkuri dhe Urani rreshtohen. Mund të përfitoni nga zmadhimi dhe shqyrtimi i pamjes së përgjithshme. Mund të ketë një përparim në të menduarit për një biznes, karrierë ose qëllim afatgjat. Tani për tani, nuk jeni të kënaqur me të zakondshmen ose të njohurën. Ky qëndrim mund t'ju sjellë dobi sot, por përpiquni të shmangni mbi theksimin e kësaj pakënaqësie mendore, synoni ta përdorni atë për të ndriçuar të ardhmen tuaj dhe për të avancuar qëllimet tuaja. Kthesa interesante në karrierën tuaj janë të mundshme tani. Idetë janë të freskëta dhe emocionuese dhe mund të arrini në disa zgjidhje vërtet të reja për problemet. Gjithashtu sot, një aspekt Venus-Kiron mund t'ju ndihmojë të përcaktoni përparësitë e momenteve shëruese dhe të dhëmshura të jetës. Mund të ketë vlerësime pozitive dhe ndoshta njohje për idetë dhe këshillat tuaja. Mund ta shijoni më shumë punën ose aktivitetet tuaja tërheqëse, ose mund të tërhiqni mbështetje. Mund të shijoni zhvillimin e strategjive për të arritur qëllimet tuaja. Peshorja. Mund të mbështeteni në mençurinë dhe dhëmshurinë tuaj natyrale për të zgjidhur një problem sot, peshore e dashur. Mund të ndërmjetësoni një konflikt dhe aftësitë tuaja unike vlerësohen dhe shfrytëzohen plotësisht. Besimi juaj është i fortë dhe në rritje, dhe shtrirja e sotme e Merkurit Uranit është e fuqishme për të gjeneruar mendime të reja emocionuese. Informacion interesant mund t'ju vijë në ndihmë. Mund të keni një përparim në një nivel intelektual. Diçka që mësoni ose një bisedë rreth një çështjeje filozofike ose teknike ju motivon sot. Një bisedë mund të çojë në një pikë kthese në një marrëdhënie ose në një depërtim të ri në një besim ose mendim të mbajtur më parë. Opinionet mund të ndryshojnë papritur si rezultat dhe kështu mund të ndryshojnë edhe interesat. Ky tranzit gjithashtu ju ndihmon të ecni përpara, megjithse ka më shumë të bëjë me vlerësime të shpejta dhe ide dhe depërtime të papritura sesa me lëvizje të llogaritura. Gjithashtu sot, sundimtarja juaj planetare, Venusi, është në harmoni me Kironin dhe ju tërheqni ngrohtësi ose inkurajim. Të tjerët më lehtë e vënë besimin e tyre tek ju dhe ju ktheni favorin, gjë që mund të ketë një efekt magjik në marrëdhënie. Kështu mund të ndodhë edhe me shmangjen e vetëdijshme të mbrojtjes, pasi mund të ndihet mirë të lejoni veten të jeni pak të prekshëm tani. Akrepi. Tranzitet e sotme rrisin dëshirën tuaj për aventura personale dhe për të marrë kohë për të eksploruar interesat tuaja të veçanta, i dashur Akrep. Qartësia mund të vijë nga një farë shkputjeje mendore ndërsa Mërkuri dhe Urani rreshtohen. Mund të ketë lajme ose ide rreth financave, borxheve ose lidhjeve tuaja që janë të papritura dhe shumë të dobishme për ju. Jeni gati të lini pas një zakon të keq ose një element shtërues të së kaluarës. Pjesa e humbur e një misteri mund të dalë në pa, një zbulim rreth një marrëdhënie intime mund të dalë në pa, ose një dëshirë e papritur për më shumë pavarësi mund të vijë tani. Ka të ngjarë të ndiheni të emocionuar dhe të tjerët mund t'i gjejnë idetë ose njohuritë tuaja interesante. Potenciali për të ndjerë i mërzitur është gjithashtu i fortë, kështu që është më mirë ta shikoni, pasi mund të ndërhyjë në të menduarit e përparuar. Një ndikim Venus-Kiron, gjithashtu aktiv sot, ju ndihmon të tërheqni mbështetje ose interes dhe e bën relativisht të lehtë gjetjen e informacionit që ju nevojitet. Shigjetari.
Energji e mirë është me ju sot për të shkëputur dhe për ta lënë mendjen tuaj të endet në të gjitha mënyrat e duhura, i dashur shigjetar. Një rreshtim Merkur-Uran mund të nënkuptojë një bisedë ose ide të shkëlqyer të gjeneruar me ose rreth një partneri, ose një informacion që mungon në sipërfaqe që është një ndryshim rrënjësor. Ju po tërhiqni njerëz me ide ose njohuri të pazakonta në jetën tuaj, dhe perspektiva e dikujt mund t'ju çojë në devijime mendore interesante ose trena mendimesh. Ndërveprimet janë nxitse, duke ju ndihmuar të gjeneroni ide, metoda dhe udhëzime të reja. Ndoshta një person i rëndësishëm mund t'ju frymëzojë të mendoni jashtë kornizave dhe të bëni ndryshime pozitive. Energji e lartë për tërheqje personale në nivele shoqërore dhe romantike është me ju. Mundësitë për të forcuar lidhjet mund të jenë delikate, por të dobishme dhe ato vlerësohen shumë tani. Është një kohë emocionuese, por keni kujdes për impulsivitetin tani. Bricjapi. Energjitë e sotme janë të shkëlqyera për të hapur mendjen tuaj ndaj mundësive të reja, i dashur Bricjap. Mërkuri shkon në sektorin tuaj të punës dhe shëndetit, duke u takuar me Uranin atje, dhe mund të ketë njohuri të reja të papritura në këto fusha të jetës, ndryshime në orar ose lajme surprizuese. Metoda të reja shpikse për të trajtuar punën, punët e shtëpisë ose çështjet shëndetësore mund të jenë në diskutim, ose mund të ndiheni të frymëzuar për të filluar një projekt të ri ose një përpjekje për mirëqenie. Bisedat mund të jenë të sinqerta dhe freskuese. Informacionet të mëtejshme mund t'ju frymëzojnë të bëni ndryshime pozitive. Mund të keni ide që ju vërtiten në kokë dhe është emocionuese, por gjithashtu mund të jetë e vështirë të qetësoheni. Për fat të mirë, tranziti i sotëm Venus-Kiron ndihmon zgjidhjen e problemeve dhe gjykimin e mirë, veçanërisht në lidhje me shtëpinë, punën ose punët e shtëpisë dhe rutinat dhe çdo marrëdhënie të lidhur me të. Është një kohë e mirë për të trajtuar çështje që mund të kërkojnë një nxitje delikate të ndershmërisë, dhemshurisë dhe hapjes. Ujori. Ju dëshironi stimulim mendor më shumë se zakonisht sot, i dashur ujor, dhe mund të jeni shumë krijues ndërsa e kërkoni atë. Me takimin e Merkurit dhe Uranit në sektorin tuaj të gëzimit, perspektiva juaj ndryshon ndërsa shqyrtoni mundësi të reja. Mund të ketë surpriza në jetën tuaj romantike ose emocionale, ose një diskutim i sinqert dhe i drejt për drejt është në qendër të vëmendjes. Mund të jetë një ditë e mirë për metoda ose qasje të reja ndaj hobive, kohës së lirë dhe marrëdhënieve tuaja. Ndërsa mund të ketë disa eksitime nervore, ka të ngjarë të jetë lloji i këndshëm. Mendimi juaj është më shpikës kur argëtoheni, relaksoheni dhe kënaqeni. Ndjenjat krijuese bashkohen dhe formohen ide të bukura. Komunikimet spontane mund të jenë të dobishme nëse e shtyni veten të shpreheni për diçka që nuk ishit të sigurt për ta thënë, por keni kujdes për përgjigje impulsive. Gjithashtu sot, një aspekt Venus-Kiron sjell mundësinë për të mësuar dhe për të shëruar, dhe lënia pas dore e dyshimeve ose mendimeve negative është qelësi. Ky tranzit kontribuon në atmosferën e ndershme dhe të hapur të ditës. Gatishmëria për të mësuar nga njëri tjetri, për të qenë i prekshëm dhe për të ndarë problemet ndihmon në rritjen e ndërveprimeve, komunikimeve, kreativitetit dhe të mësuarit tuaj. Peshqit. Sot mund të jetë emocionuese për biseda të kënaqshme dhe ide frymëzuese, të dashur peshq. Merkuri dhe Urani takohen, duke ju ndihmuar të çliroheni nga kufizimet. Perceptimet tuaja për dinamikën familjare ose idet rreth jetës suaj personale dhe rregullimeve të jetesës po ndryshojnë. Nga ana tjetër, dëshira për të bërë ndryshime në frontin shtëpiak ose me familjen mund t'ju mposhtë, dhe qasja ndaj komunikimit në mënyra të reja vjen natyrshëm. Rifreskimi mendor është i mundshëm ndërsa peshoni opsionet tuaja dhe merrni në konsiderat mundësi të reja. Mund të ndjeni gjithashtu një ngazëllim nervoz për ide ose plane të reja që po formohen, të cilat mund të kenë të bëjnë me ndryshime fizike, të tilla si zhvendosjet ose riorganizimi, ose për qasjen tuaj ndaj lidhjes me të dashurit dhe shprehjes së ndjenjave tuaja. Harmonia e sotme Venus-Kiron nxit më tej familjen, shtëpinë ose jetën tuaj personale dhe gjithashtu mund të jetë e dobishme për çështjet e biznesit. Ju dëshironi të përmirësoni mjedisin tuaj shtëpiak për të ndjerë më rehat ose për të qenë më të sjellshëm ose më të butë me njerëzit që doni. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.